Një pashi kish pas 3 djem. Edhe dikur nis mu lo dhe mu plake. E pa vetën që s'është ma për më sunu edhe menoj këtë cilit mjalon postin. Cilit prej djemve. Atëherë thiri djalin e madh edhe pi thot: babo më kallëzu çka është më e rëndë këtë dynje. Menoj pak djali tha, vallaj bab tha, në këtë dynje më e rëndë është toka, s'ka gjo më rëndë se toka. Mirë, del tha, thirre vllahun e dytë. Erdhaj, edhe ato për vetë. Vallaj tha bab, qysh më doket mu, mas rëndë është fukarallaku. Vështirë mos më pas njëri, sene. Mirë, del tha ati, thirre vllahun e vogël. Erdhaj aty. Hajde tha biro mi kallëzu babës, çka është më e rëndë këtë dynje. Vallaj bre bab tha, më e rëndë është pleshnia. Po mirë tha vllau yt, tha i madhi tha më e rëndë është toka. Pa i tha bab toka e rëndë është, tha po kërkush se ka matë, s'dihet sa peshon toka. Mirë, vllau i dytë tha, më i rëndë është fukarallaku, është rënë, mos më pas e vërfnia ato. Tha mirë, tha po fukarallaku tha ka i mytë. Rritën djemt punojnë, fitojnë, i bojnë senet, edhe fukareja ma shumë man i mytë fukareja që bëhet i pasën, se pasaniku që mundet mu fik krejt. E ti the më e rëndë në pleshnia. Çka do më thonë kjo? Tha pa i bab, ti e plak, po më dhimesh. E plaku nuk ka i myt as që bëhet ma i ri, as që bëhet ma i fort, as që bëhet ma i meqëm, as që bëhet ma trim, e për që ata bre bab ma e rënda në këtë dynje është pleshnia. Birë tha aferim të koft, se qashtu është. Edhe për hajt koft tha, posti veni jem, e inshallah e trashëgon.